Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Ditë e veçantë për Kiara Titon dhe Louise Aylin. Luna Marie feston 2 vjetorin. Ditë feste dhe emocionesh të veçanta në familjen e një prej çifteve më të komentuar të showbizit shqiptar, Kiara Tito dhe Louise Aylin, të cilët kanë festuar sot ditëlindjen e dytë të vajzës së tyre, Luna Marie. E vogla Luna ka mbushur plot 2 vjeç, duke sjellë gëzim të madh në familje edhe tek ndjekësit e çiftit, të cilët prej kohësh ndjekin me interes momentet e tyre familjare. Për të shënuar këtë ditë të veçantë, Kiara Tito ka ndarë në rrjetet sociale një video të ëmbël nga mëngjesi i ditëlindjes, ku atmosfera festive bie menjëherë në sy. Në pamjet e publikuara në Instagram, Luna Marie shfaqet e rrethuar nga një dekor i kuruar me tullumbace në ngjyrë roz dhe një tortë e veçantë e përgatitur enkas për ditëlindjen e saj. Videoja ka tërhequr menjëherë vëmendjen e ndjekësve, duke marrë mira pëlqime dhe komente urimi brenda pak minutash.